kemi kruar urat ishte këtej atëre, çkur është bërë. U bë atje, tjetër kemi kruar një diçka tjetër, që kjo ka ujë mbledhës më tepër poshtë, pse tjetë 80 metra, tjetë 20 metra. Kur urat e tjera në Shegjes edhe në Moravë, që ka ujë mbledhës edhe të Velagoshtit edhe këtej, është ura 7 metra bifjet. Po për kalimin e makinave si ja bëni? Qa ja kalojnë gjithtej në Shegje. Kalojnë si mos më keqë. Mos ka makinë, po them kështu, që po vuj njerëzit aty natyrë. Ajo urë gjithnjë ka qenë problem. Ura ishte edhe më përpara, në kohën e Enver Hoxhës, ishte një urë e berë kështu po, me telë, me këto urë e varur, por ka qenë me shkutur. Kjo bë me gjatë. Po, është sigurt ajo ura për sigurin tuaj apo dhe të fëmijëve një përve tuaj? Nuk është e sigurt. Ajo gjithnjë shkatërrohet, gjithnjë lidhet, nuk është e sigurt. Bile një ditë apo s'kaloj me motorët. Një ditë e thashëm kjo do marrim qaf njerëz. Kjo. Jo sash aty njerëzit që kaloni kështu. Për sa kohë është në këtë gjendje? Tani që u bë, ajo nëse se më përpara, zgjidhshin Rasameni, Pedrumeni, zgjidhshin edhe Pelisi, Zemlisi. Ajo hajde bjerët, ajo 3 vjet edhe kalpsehet. Ju kanë dhënë shpresa për ndërtimin e urës për Hoxhë vendor? Tani unë si person, si dashamirës, kam bërë llafe, po si person nuk preke maj se as motor s'kam shkoj atje, as makinë, ashtu nuk. Mirë, për sigurinë edhe për të një Po. Shkojnë e kalojnë atë urë për shkoj? Jo, unë po e kam bërë problem edhe të tjerët. E kam bërë problem edhe të tjerë këta që kanë, për shumë ai që ka atë na mermerin atje, e të tjerë ka është bërë problem. është bërë gjithje. E qa përgjigje ju kanë këtyre? Po ja, do të bëjmë dhe rëngojmë. Ka pasur raste që ka ndodhur aksident në ato? Ja, dhe tani ka ta shumë për dhja. Kur thënë, unë jam ateist, po. I besoj edhe këtyre.